Sigurej hadithi që vërton se a kanë dëgjuar që thon dëgjall jo gjallë. Po. Edhe jeton. Po Zotin ende si ka dhënë urdhër me mu marr me njerëz. Inshallah si e urdhër se ai në gjallë. Se veç kur të vjen suna. Dëgjalli. Shumë thjesht besoj. Suna thot për cilin je mërzit më shumë? Për cilin je mërzit tash? Në moment tregon. Për nënën. Për nënën. E di që ka vdek tash. Ma mor mejla. Thot a të ka marrë malli për nënën e mërzit po, ta bi nënën. Sikur ka qenë suna. Gjalli shumë forcë madhe ka. Çka do thot, çfarë dëshire ke? Baban plak ti ringjall këtë. A di tash njerëzit, por çka ka thonë Muhamedi sallam. Se për dika kjo është thot, çfarë filmi thot hoxha më thonë, pas kam përgatit. Ama nuk e smërzit bim për ato. Dëgjalli ka më qenë mashtrues i madh. Mashtrues i madh, ama njerëzit kanë më besu sono. Ç'kjo më e keqja. Sono, sa sende janë në këtë botë që na mashtrojnë. Po dhe. Po pse bim? Ne me inteligjencë artificiale na të mashtru? Po shumë thjesht besono. Do të thonë mashtrime për ditë. Po. Ama dëgjalli o forcë. O forcë. Edhe të plotson dëshira konkrete. Vjen Isa alayhis salam. Kur zbret Isa alayhis salam, se Zoti e ka ngrit apo. S'ka vdek ala. Por këtë çështje e ka ngrit, që më u kthi prap. Edhe s'ka më u kthi se pejgamber. Se pejgamberi ka qenë i fundit, ka marrë si mbret. Edhe ka më luftu, po dëgjalli nga frika e madhe për Isa alayhis salam, ka më ik. Ka më shku në një qytet, një vend Babul Lud, në Palestinë. Edhe kur ta shef që Isa është afru, ka mu shkni si kripa nuj, nga frika, po. Dëgjalli diçka shumë forcë e madhe që Allah në ruin nga. Ama më sam ka thonë, nëse vjen se jam gjallë, unë mirëm vesh matë. Unë luftoj matë, që të këtë nevoj. A nëse vdesë unë, e vjen pastaj, Allah i vëllë është hajrin. Përgatitu. Pavarësisht ke përgjigje e shkurt për pyetjen e Jezush me Xhu, kush don me ditë këto çështjet e dëgjallit, Jezush me Xhu, i keni internetin, hini në Google. Normal. Ne pavarësisht edhe mos u kapni për fjala tha hoxha kështu, as tha hoxha se këto nuk kam me drejtë, janë podcast. Apo ton mund të dëni gabim, dëni se. Po normale sono, tash ne kena ardhur me bë mohabet lirë. Mohabet lirë, ama jo. Çish kapën njerëzit, tha hoxha kështu. Dëgjoj. Ata që kapën, ato kanë qef, për shembull, tash me na lënë një njoll. Po da. Çon shumë normale, unë vallahi asnjërit nuk i dhënë. Se cili ka drejt me mendu. Po da. Me vepru, me punu, po mira me qenë pak drejt. Po shembull ka dikush që unë i lexoj disa komente, më shon as më njeh, anë nuk e di kush jam as.